është historia jote? Si erdhe ti, si deputet i parlamentit të Suedis, erdhe si një fëmijë i lindur atje, apo i ardhur, si është historia jote? Jo, faktikisht unë kam lindë në Suedi, jam rrit në vitin 94, po prindrit mi emigruan në Suedi në vitin 92, si shumë tjerë nga Kosova, sepse atëherë ishte përhap lufta sidomos e Bosnës me Serbinë, dhe na tur kanë ardhur edhe shumë nga Kosova, siç kanë bërë edhe prindrit mi. Jam rrit me një qytet shumë të vogël të Suedis, me një komunë që ka parafërsisht 25.000 banor në tërë komunën, po në qytet kanë qenë ndoshta 15.000, kemi qenë pothuajse familja e parë shqiptare në atë qytet, që thirret Ljungby, në jug të Suedis, dhe u bëra 13-14 vjeçar kur nisja që të analizoj disa gjëra, sidomos se kuptova se jam shumë i privilegjuar që kam pasur mundësinë thjesht të rritem dhe të lindim në një vend si Suedia, një demokraci e avancuar, një shoqëri avancuar, me të gjitha mundësitë, dhe unë ndjeja faktikisht edhe pak keq, sepse lash edhe shumë familjar, lash mosatarët mi në Drenicë, sidomos ku e kam prejardhen në Kosovë, të cilën gjithë e dim, që Drenica Krishnike ka vujtur shumë në luftë, dhe unë ndjeja pak keq se fati me solli në Suedi, kur tjerë nuk e kanë pasur atë mundësi, po njëkohësisht unë ndjeja edhe që dua të bëj diçka, dhe të nisi diçka, dhe ashtu e hapa unë dhe vllai im Labinoti, e hapëm një deg të forumit rinor të Partisë Socialdemokrate, që ne kuptuam shumë shpejt se ajo do jetë subjekti jon, sepse Partia Socialdemokrate është partia më e madhe suedeze dhe e ka hequr Suedin në shumicën e viteve që ne kemi pasur demokraci, kështu që për plot ato gjëra që ne jemi krenar me Suedina, por që unë i flas në familjar tonë se si është Suedia, faktikisht qëndron një parti socialdemokrate mbrapa saj, mbrapa aty në reforma. Kështu që ka filluar, ka qenë thjesht një hobi, dhe me kohë ka ecur përpara, ka marrë sidomos përgjegjësi nga partia jon, nga anëtarët tonë, dhe kam vazhduar me tutje.